Mund të rikthehet policia në Shina në një kohë të shkurtër nëse vjet i drejtues? Duhet të kthej lokomotiva në Shina sepse policia është në Shina. Pra ka vend për pastrim të brendshëm, si në çdo institucion, edhe në prokurori, edhe në gjykatë, ka element, po. Vetingu thjesht ka rritur çmimet. Ka rritur çmimet, pas vetingut çmimet në prokurori dhe në gjykata, që shkojnë njerëz që kanë hallë eksternore, ka përcjell në spitalin larg qoftë, thotë. Se orët pat ka e gjë se në spitale zgjidh hallën se do shkosh në shteti, shkoni do marrësh borxha, kredia, çfarë duash, por me drejtësi nuk shkon dot se duhet presësh të marrësh kushtetuesen, ta të majnë peng 20 vjet derisa të marrojnë punë. Pa të rjepin të gjallë deri në vdekje. Dhe kthimi i policisë në bilarët e duhur, natyrisht është potencialisht i mundur, por kërkohet vullnet, nuk kthehet policia me PlayStation. Dhe vullnetin politik e jep qeverisja, e jep kryeministri, vullneti i cili me këtë person që është në krye të këtij kabineti, me këtë ekip ministrash, unë them që nuk vjen. Në kryeministrisë së brendshme, sepse për ta thënë, nëse do të ndodh kjo dhe do të shkojnë pikërisht njerëz që kanë vullnetin për luftuar krimën organizuar, trafiqet, ata në dosjet e tyre duhet përfshin kryeministrin e vendit. Mos ka ardhur momenti që vërtet kërkohet, ndoshta, mos ka ardhur momenti që të kërkohet vërtet një polici e shëndetshme drejt rrugëtimit evropian. Tani, në krye të Ministrisë së Brendshme emërohet Lamallari, që të paktën vjen nga një, le të themi, nga shumë vite të qenë zëvendës ministri i Brendshëm, dhe unë pretendoj, kam, le të themi, një bindje që e njeh mirë strukturën e Ministrisë së Brendshme dhe mund t'japi kontribut në këtë histori. Mbetet për tu parë, sepse ti je zëvendës ministër, ti je ministër, domethënë varësi direkte politike mund të ndryshon rrethanat, nuk do doja kurse si të paktën nga Lamallari. Megjithatë thash edhe një herë pres shumë le të jetë profesionist. Jo, kam dy episoda të do me thonë se le të thënë. I kërkojnë, kanë pas prokuror, kemi pas dokumentat që janë të shinë arkiv, se të hajmë ato i bie vish me pa arkivin. Dhe ku ai fliste për zbarkur ishte ministri i drejtësisë, lidhë për zbardhjen e vendimeve gjyqtar, prokuror që i vonojnë, ndërkohë që prokurorët gjyqtar ankohen tek ministri i Brendshëm, sepse komisioni i posaçëm i apolimit kalon çdo lloj hamendësimi ligjor për zbardhjen e një vendimi, mbi një vit deri në 2 vite, ministri i drejtësisë i kthen përgjigje që nuk kemi ne tagër ta mbikëqyrim këtë, po kush e ka. Ti ke rënë ndjeni të një vepre penale. Je ministri i drejtësisë. Edhe qytetari i zakonshëm konsiderohet fshehje krimi nëse nuk tregon. Jo kur vjen me dokument nga një njerëz të sistemit që konstatojnë konsumin e veprës penale nga titullarët të institucioneve të reja të drejtësisë, nëse nuk e ke tagër të shqyrtimit që natyrisht e ke. Ja përcjell institucionit përkatës që mendon se e ka, se ka dini duhet ta ketë. Pra aftësitë juridike për ta identifikuar institucionin përgjegjës, mendoj se çmoj se i ka. Atë përcjell Inspektorati i Lartë Drejtësisë, si LD-s, me që e pas ka i LD-ja. Po si kthen përgjegjës zyrtare, por edhe këtu je shmangur drejtësisë, je shmangur vetë për dhe ke penguar. Për të mbrojtur kë? Duhet të vi porosi nga tek sepse, por analogji të kësaj, unë kujtoj kur Rama kërkoi të hetohet prokurorja e Shkodrës se nuk kishte hetuar në theth. Po. Gjeli, e cila i kishte ndjekur të gjithë etapat edhe mori duke njoftuar të gjithë institucionet, të nesër ministri i drejtësisë asaj kohë Ulsimania, bëri një çarçar 20 sa kilometra atje, ku i kërkoi LD-s ta shkarkonte më një herë. Ta përzodhëm një herë. Po, ministri e Brendshëm mund të reagojë. Jo, ministri i Brendshëm. Ti po thua që fakti ministri i drejtësisë. Po, unë po vënë duke sjelljen si ministër. Pak rëndësi ka të shpresojmë që janë 2 ministri të ndryshme. Apo e drejtësisë. Këtë po thoya, të paktën të shpresojmë që janë 2 ministri të ndryshme dhe të paktën aty ku ka qenë le të japi kontributin, sepse çfarë ka ndodhur që më shqetëson? Nëse në telefonin e tij mesazhet orientuese nga kryeministri do të mbërrin, ai do të veprojë. Nëse jo, ai do të jetë indiferent. Të shohim. Si ministra e Brendshme më pashme tha që na goditi protesta në momentin ton më të mirë. Në momentin ne ku jemi kur thret qameti me siguri me trafik, kësaj duket momenti i mirë sepse duke para adresat mund të flasësh kështu. Kjo më shqetëson pikërisht sepse kur u prezantua Albana Kurçiu si ministre nga kryeministri Rama ishte një orientim që do duhej që Ministria e Brendshme të merrej më shumë me kontrollin e territorit dhe ndoshta me adresat që ne realisht pse të themi që nuk janë problem, se janë problem. A është ky problemi më i madh? Hajde diskutojmë. Djagshi. Okej, qofse djagshi. Organizata kriminale zyrtarisht. Çfarë thot drejtoria e përgjithshme? Ndjes ligji i policisë së shtetit thotë që drejtori i përgjithshëm është një organ administrativ, ekzekutiv, është le të themi
personi i cili jep përgjigje ose du të jap llogari ministrit të brendshëm për prioritetet e vendosura. Tani, ku do japi llogari drejtori i përgjithshëm i policisë kur nëse Ministria e Brendshme merret me gjëra prioritare që janë këto dhe nuk është kontrolli i territorit, rendi siguria, policia dhe të gjitha me radhë. Ne duhet të shohim mirë sepse drejtori i përgjithshëm i policisë së shtetit, ligji ja mundson hapësirën e pavarësisë. Në organizimin e organizatës. Është pavarur, është pavarësi totale, po themi, në kuptimin. Po, ligjërisht. Ligjërisht. Ai firmos rokadat, si i sapo larguari ka firmosur 33 masa para largimit, ulje në detyrë, lëvizje, 33 para largimit. Ka bërë çokat e çunave përpara se tikte. Dhe një drejtues, duke parë se si do të vlerësohen karrierat dhe si të japi prioritet punës kolegëve me të cilët punon, duhet të ketë qasje tjetër, duhet të ketë një lloj orientimi ndryshe. Ai kishte ky që ikua dhe ka ky që vjen. Skepticizmi im lidhet me sepse duke kujtuar edhe qeverisë të mëparshme në fashat e kohës kur ne kemi pasur një përmirësim të dukshëm të luftës ndaj krimit organizuar, ndaj bandave dhe me parametra të rëndë sigurisë, le të themi, të pëlqyeshme, jo perfekte, vullneti politik ka qenë dominues. Tani, nëse ke ministrin që votot për trafik droga, nëse ke ministrat, nëse ke gjysmë e qeverisë që shkon në burg, dhe nëse policia, sipas asaj që ripërsërit struktura e posaçme, nuk sjell kallëzime, nëse doganat nuk sjellin kallëzime, nëse tatimet nuk e bëjnë, nëse drejtoria e parandalimit pasimit parave nuk na ka sakatuar ndonjë pastrues, ndërsa partnerët na thonë që këtu po vinë miliarda euro të pastruara, atëherë këto të dhëna flasin që ata drejtues nuk veprojnë nëse urdhëruesi politik nuk ua thot ta bëjnë këtë punë. E qartë. Ata janë dëshmi e mosveprimeve dhe mosveprimi është element i veprës penale. Ky mosveprim na ka sjellë ne që kemi një kriminalizim të ekonomisë dhe politizim të krimit. Pra kemi në grup parlamentar, unë kam thënë shpesh dhe ma ka qefi të rrithem, ne kemi në parlament, grup parlamentar të Amerikës Latine. Dhe grup parlamentar të Amerikës Latine janë këta që financimet i kanë nga Ekuadori, nga Meksika, Venezuela, Kolumbia, ku edhe ditën e djeshme, pra forcat e sigurisë Ekuadorit në bashkëpunim me speciale të Shtetit Bashkuara kishin goditur një grup të lidhur fort me mafian shqiptare. Jo më larg se dje. E qartë. Kalojmë tek çështja tjetër, Çollaku, për të folur pikërisht për mafian shqiptare, por këtë herë me ndikim në shtetin fqinj atë të Italisë. Her pas here është folur, është diskutuar, do të kam përshtypjen do të ketë regjia dhe një mbulim për sa i përket le të themi pamjeve. Ka dalë një raport i inteligjencës italiane, pra i shërbimeve inteligjente italiane, ku thotë që sipas të dhënave, zyrtarët e autoriteteve italiane, grupet kriminale shqiptare janë bërë ndër aktorët kryesorë në trafikun e kokainës, duke përdorur korridore strategjike tranzitimi nga rajoni i Ballkanit drejt tregjeve italiane dhe evropiane, dhe operojnë në mënyrë të organizuar dhe me bashkëpunime ndërkombëtare duke krijuar lidhje të drejtpërdrejta me furnizuesit e kokainës nga Amerika Latine. Kriminaliteti shqiptar ka një prezencë të gjerë në shumë zonat e Italisë dhe funksionon në forma të ndryshme organizative nga banda lokale deri tek struktura më të avancuara që rivalizojnë me organizata tradicionale mafioze italiane. Struktura e tyre operative karakterizohet nga një fleksibilitet i lartë dhe aftësi për t'u përshtatur me ndryshimet e tregjeve ilegale. Raporti evidenton se grupet kriminale shqiptare kanë krijuar lidhje operative me kartele droge dhe rrjete të tjera kriminale, duke menaxhuar flukse të mëdha të drogës që kalojnë përmes portave strategjike evropiane drejt tregjeve të brendshme italiane dhe me gjerë. Kjo pozicionon këtë organizata si pjesë të rëndësishme të ekosistemit të trafikut transnacional të narkotikëve. Na pas kanë nxirë fare Çollaku. Inteligjenca italiane. Jo, më kujtohet diçka në vitin 2001. Kanë shumë vite, janë 25 vite, por më shërben si kujtesë ilustruese. Francesco Mandoi, që 2 vite më herët ishte këshilltari i kryeministrit Rama, ka qenë zëvendës shefi antimafisë italiane. Nuk kam bërë një intervistë me të këtu në Tiranë, dhe
e pyes pikërisht për këtë dëndësinë informative në shtypin italian, se mafia shqiptare kapo këtej, kapo andej, më ndër Shqipëria sa kina. I them prokurorit nderuar, thash, të mandoj, them, si shpjegohet që media italiane është shumë e përfshirë në këtë etiketimi, sikur ne, pra pjesë të kolegjent të krimit apo grupe të paformatuara me të fuqi që kërkon etiketa, të cilësohemi sikur jemi drejtuar strukturë mafie. Miku im më thotë, krimi shqiptar është i zgjuar, nuk tha mafia në atë kohë, se kjo është dallimi. A kemi mafia, s'kemi mafia, dhe përse u bëm kur nuk ishte. Ajo gjen çdo mall që kërkon mafia italiane. Janë të zgjuar, pasurohen, dhe ajo çfarë është identifikuese, tha, janë vrasës të dhunshëm. Aq sa në Itali, tha, ku unë shkoj në një vendngjarje, e identifikoj me herë, flasin 2001 që unë kam bërë të bisedë me zotin Mandoj, dhe mafia italiane i punëson këto vrasës përpara vrasësve rusë. Dhe nëse unë shkoj në një vendngjarje, tha, arri të kuptoj më një herë nëse ka pasur një autor shqiptar apo jo. Dhe si ndodh kjo, e pyes unë, tha, por nëse ka qenë një vrasës i dyshuar shqiptar, ai asnjëherë nuk ka qelluar me një plumb apo me 2 plumba, tha. Sigurisht se ka shkrehur aty, tha, 2 karikatorë, 3 karikatorë, ka djegur vendin, tha. Pra, është një lloj elementi që e kanë na karakterizon në shqiptar, tha, dhe që aty, tha, marr një dieni të parë. Ndërsa kjo, tha, është tepër, tha. Tani për të ardhur tek këtu, tha, kemi mafia në shqip. Se dëgjoj shumë nga edhe ekspertë dhe studiues që janë pak si kulla e Pizës në raport me qeverinë, duke thënë që ne nuk kemi mafia. Por prokurora antimafia italiane, shumë prej tyre që merren me dosje të përbashkëta që në Shqipëri, Itali, sigurisht e konfirmojnë këtë duke ilustruar me shembuj konkret. Që është tek e fundit mafia, ku krimi organizuar është edhe në zyrat publike, këtu është edhe në ekipet e tyre janë dhe politikanët, dhe kjo është mafia. Çfarë është tjetër? Mos duhet që në shohim në një kull që shkruhet mafia dhe themi kjo është arsyeja që gjendet mafia në Shqipëri. Kjo është. Dhe dëndësia apo sasia e infiltrimit të përfaqësuesve të krimit organizuar të mafias në zyrat tona publike, duke përfshirë këto administratë publike, parlament, prokurori, gjykat, polici, ka ardhur gjithmonë duke u rritur dhe ka ardhur duke u paksuar ndëshkimin deri tani. Dhe jemi në këtë, dhe në këtë themi ndërthurje dhe asaj që shoh kur partnerët tanë, sidomos italian, por në vitet e fundit më shpesh belgët, anglezët dhe gjermanët, sjellin dosje ku përfshihen edhe pjesë të artë organizatës që janë shqiptar, çfarë bëre? Bëre që antimafia në pjesën e saj, edhe ato shqiptar që ka arrestuar, po pjesa tjetër në gjithë në Shqipëri, procesi 1 vit, 2 vite mbaron, dënohen të akuzuarit, sekuestrohen asetet kriminale dhe vazhdojnë që është pjesë e rëndësishme sekuestrimi dhe çuarja drejt konfiskimit. Dhe vazhdojnë merren me çështën tjetër. Po në Shqipëri çfarë ndodh me zgjatimet e këtyre dosjeve? Marrim me 2 raste, le të themi që ta kuptojmë edhe më kthjellët. Eko Tirana. Kjo ndërmarrje e përbashkët me Veronën e Bashkisë Tiranës. Po. Por histori pastrimi. Arrestohet, ishin 49,51%. Bashkia e Tiranës kishte shumicën. Okej. Arrestohen drejtuesit e kësaj kompanie në Verona të lidhur ekskluzivisht me organizatën Ndrangheta, dihet, organizatë globale kriminale. Sekuestrohen pasuri, disa të arrestuar, në kokë të 2 viteve dënohen me burg. Dënohen në Itali. Dënohen, sekuestrohen pasuri dhe dënohen. Po në Shqipëri. Çfarë ndodhi këtu? Pra 51% që pas ka qenë para e bardhë. Edhe pas dënimit vazhdonin shkonin para tek kompania nga Tirana. Do kemi në përgjithësi se janë ata të pistë, po them kështu më thonë za. Nuk e di me çfarë. Se bombaki kjo 51% që është para e bardhë. Nuk e di, po me çfarë digë e kanë filtruar që kjo e bardha ngjelet është ne zeza vetëm tek ata. Po kanë shejtor jemi ne që kreu kësaj të bardhas është brenda sot. Kryetari i bashkisë. Si shkoi te ky brenda? Për kusura të tjera, por jo vetëm. Tani që Ndrangheta pas ka terren këtu, që Cosa Nostra po, Sacra Corona po, Camorra po, Sinaloa po. Mafia, le të themi, që janë të organizatat rajonale ballkanike, qoftë malazeze dhe serbë, që kanë lidhje me krimin shqiptar jashtë. Shkojmë keq si poezinë, ndërsa tek
krimi organizuar bashkohen. Sepse edhe pasardhët të Zoel Dumani nga Shtetet e Bashkuara, një nga prioritetet e porosive të marra në takimin, le të themi, të byros kundër narkotikëve, ishte për krimin rajonal. Dhe pati takim me prokurorin e Malit Zi dhe erdhi prokurori special i Serbisë në Tiranë. Takim me Zoel Dumani. Pra ishte kjo, le të themi, sugjerimi i bashkëpunimit, se kur krimi bashkëpunon, edhe drejtësia duhet jetë bashkë për të përballur. Nëse janë në vendet ku janë krahët njëri tjetrit, s'ka ç'bën, pastaj ka marrë ferra uratën. Por këtu kemi edhe element tjerë. Kur Graderi, në gjitha tashmë është prokurori antimafës Napolit, Napolit, por marrë më shumë çështje shqiptare, kur thekson që shumë është politizuar krimi shqiptar dhe është kriminalizuar ekonomia dhe shumë profesionistë të botës krimit kanë akses dhe pjesëmarrje në zyrat publike. Se nuk merren me korrupsion, nuk kanë kohë. Kujtoj një deklaratë të ish-ministres së Brendshme gjermane vitin e shkuar, e cila deklaroi në një konferencë përshtyp se kemi ngritur një njësi speciale për të luftuar trafikun e drogës, të kokainës, për grupet shqiptare, sepse na rezulton që janë furnitorët kryesor me kokainë në Gjermani. Furnitorët kryesor? Me daljarë edhe aty. Se mos zbresin poshtë, nuk shkojmë te neqet ne. Por, ne kemi tashmë po bëhen 3 vite që DEA, pra Agjencia Amerikane Antidrogës, ka përzyrë në Shqipëri. Dhe njoftimet e saj të përsëritura, të paktën 2 herë, në numër të cilin e kemi, ne si gazetare kemi gjithë pothuajse. Kanë bërë thirrje dhe publike që të denoncojnë, no? Pikërisht, kanë bërë thirrje publike që të denoncojnë për luftën ndaj trafikut të drogës, krimin organizuar, pastrimin e parave. E bëri dhe Spaku këtë çollaku. E bëri dhe Spaku para një jave këtë. E ka bërë edhe Spaku. Është një lloj përgjigje, është një thirrje, le të themi, tregues për thonë se besueshmëria tek agjencitë dhe institucionet me të cilët bashkëpunojnë partnerët ka rënë. Edhe në raportet, edhe të prokurorit përgjithshëm, se të çela raportet të Zoel Dumani, që dërgohen në parlament, se tani duhet ndryshojnë ligjin që mos raportojnë në parlament. Fare. Duan ta ndryshojnë? Po sigurisht, po. Që Spaku mos raportojë atje. Kaloi i flet pa heshtje dhe mos bëhet zhurmë publikisht. Pra, edhe DEA. Po këta italianët që raportuan edhe sot, dia në raportin e italianët sot raportuan. Po ti referohem edhe raportit të vitit shkuar të dijes për të agjencisë antidrogës italiane, aty ka dhënë edhe më të rënda që përkasin mafjës shqiptare. I raporti publikuar dhe i debatuar edhe në Senatin italian, por thotë që ndikimi i mafjës shqiptare në ekonominë dhe sigurinë e Bashkimit Evropian arrin në nivelin 35%. 35% të gjithë grupeve apo mafjes në total, në Bashkimin Evropian. Në Bashkimin Evropian. Pra ndikimi në ekonomi dhe siguri. Ndërsa për fuqinë, le të themi, të karteleve, ne renditeshim, pra si pas këtij raporti, pas Ndragetës zinin vendin e dytë, pra ishim medalje argjendi. Pas Ndragetës. Mafja shqiptare, po. Thjesht pas Ndragetës, ne dy e di mirë, do të thotë një konglomerat kriminal me një buxhet 60 miliardë kusur vjetor. Që operojnë me apo pakollare. Buxhetin e Shqipërisë. Pra, kjo e kthen në Shqipërinë tash, duke u zgjatuar. Tani kemi Sinaloa, kartelin e shpallur terrorist nga administrata Trump. Sinaloa ka dhe një familje që ka bashkëpunuar me të sipas drejtësisë amerikane. Familja Hysa, i cili ka shkuar dhe i ka marrë lejet tek Edi Rama, është takuar me të. I sankcionuar aktualisht. A mund ta dinte kryeministri? Familje e sankcionuar. Unë besoj se kryeministri këto janë informacione shërbimeve inteligjente amerikane. Unë mendoj se kryeministri ka dieni për kursit e biçikletave, për parashikimin e motit, për stilet e reja të veshjeve të modës. Këta janë takë e kryeministrit. Po mori vesh të është mirë. Për të tjerat tani. I kryeministri që ka mundësi të shfrytëzoj të dhëna të shumë agjencive në Shqipëri, por edhe të partnerëve, natyrisht që nuk mund të presë këtë do i bie rruga në rrotull. E qartë. Por, por, duke qenë se është sevdalli i madh investime strategjike që vinë nga trafiku i kokainës, kemi Plumgjokën që është në burg, i akuzuar për trafik dhe për vrasje. Është investitor strategjik. Jo, është e gjurë ky status? Kemi disa, sigurisht, jo, akoma vazhdon punën. Kemi banda të disa qarqeve, Shkodër, Durrës, Fier, Vlorë, që janë në trafikun e drogës, janë dosje atje, janë investitor strategjik.
Po këta, i di ky zotëria që ky është mburg nga Ministeri Strategjik, të tjetërin bandën shqiptare e njefej, ai njeh mos e ka shtap elektorale. Kjo është edhe arsye që i shpërblen me leje strategjike. Por veç kësaj, duan dhe miliardat e trafikut kokainës të pastrohen dhe paraja e drogës është formalizuar nëpërmjet kësaj leje qeveritare. Në një nga përgjimet e dosjes kam përshtypjen revanshi, mos gabon, që është pjesë e Durim Bami që zbardhen përgjimet, njëri nga anëtarët aty shpjegon fije për pe mënyrën se si kishte pastruar të gjitha paratë e kokainës, duke hapur kompani ndërtimi, duke punësuar nga 5-6 veta, duke bërë pagesa fiktive. Edhe i kishte bërë për Durim Bamin ka ajo dosje është, por është një personazh tjetër. Është një personazh tjetër i cili nuk ja mbaj mend emrin se e kisha thënë tani, por që aty është që i shpjegon dikujt me skajsisi mekanizmin e pastrimit parave, që do thotë që nuk është edhe fort shumë e vështirë për ta bërë këtë pjesë. Mos ndoshta kam një pyetje që lidhet pikërisht me këtë raportin e inteligjencës italiane. Mos ndoshta i frym pak gjërat ndonjëherë Çollaku, mos ndoshta kjo inteligjenca italiane kërkon të na godase